Gjatë gjithë këtyre kohëve të fundit kur flitej për një marrëveshje, për bisedime, për negociata, ka patur lajme për telefonata të tensionuara të Donald Trumpit me Netanyahun. E tensionuar është edhe kjo para së premtes, por në finale Netanyahu dhe Izraeli nuk mund t'i dalin kundër Amerikës dhe presidentit Trump, apo jo? Nuk mund t'i ndalin se është një interes global, është një interes shumë i madh amerikan. Edhe ajo që duhet thënë që është se Irani zhgoditur shumë rënd. Gjatë 13.000 bombardimesh që i kanë dhe me fjallë shërbimi sekret i Mossadit i Izraelit ka një informacion shumë të gjerë dhe ka ditur ku ka goditur. Nuk kanë pra i ka patur të qarta të qarta objektivet e vetë në aspektin ushtarak, strategjik, ashtu dhe të mënyve më të nevralgjike të ekonomisë iraniane. Në finale, Zhilla, ka ardhur momenti ta bëjmë atë pyetje se dikur e kemi bërë kush do fitoj në fund të kësaj lufte. Tashmë që jemi tek nënshkrimi i kësaj të premteje, fitoi Amerika, fitoi Irani, kush fitoi? Shiko, unë gjykoj në këtë rast edhe mënyrën se si e bën politikën Trumpi, ndryshe nga ish presidentet e tjerë, unë them që është një fitore e dyanshme. Sepse edhe vetë pjesa më e madhe e shoqërisë iraniane është për një lidhje me Perëndimin. Në vetë... Tu i referohesh edhe protestave masive që kishte deri në fillim të këtij viti. Edhe kulturës, edhe historisë, e gjitha me fjallë. Kjo me fjallë ardhja në pushtet e autokracisë fetare, e cila gjatë këtyre luftave është diskredituar, sepse ata janë sot edhe njerëz më të pasur, nuk janë ata fetarët që hyrin në xhami dhe kishin këpucë vjetër kur i leshin aty, po janë nga njerëzit më të pasur të Iranit dhe e kanë futur në konflikte të padëshiruara për interesin e shoqërisë iraniane, kështu që në këtë aspekt të dy palët janë të fituar. Të dyja palët janë të fituar. Se edhe dëmtimi shumë i madh që ka psuar Iran nuk është gjë e lehtë të përballohet. Me kaq sadim jemi në themelet e një paqeje afatgjatë të lindjen e mesme? Është herët të flitet, por armë pushimi t'jep kohë të mendosh dhe të reflektosh në gjithë situatë dhe unë gjykoj që edhe presioni, sepse në fundit Turqia ka qenë aleat me Iranin, Pakistani ka qenë aleat, Rusia ka qenë aleat. Shumë shpejt besoj se do të bëhet dhe paqja Ukrainë. Do ta prekim pak më poshtë atë pjesë, por dorim dhe pak tu. Janë të gjitha këto element që edhe autokracia fetare nuk është më vetëm në agresivitet, po problemet dhe jeta, vështirësitë ekonomike, politike të brendshme do të dekantojnë edhe do t'i ulin gradualisht situatën. Do të arrihet qëllimi final në përfundim të 60 ditëve bisedime për çështjen bërthamore që të kemi një Iran pa armën bërthamore? Nuk do ishte dështim që të jenë dhe 6 muaj tjera që të vazhdojmë bisedime. Rëndësi ka që të mos fillojë lufta dhe të ulen vazhdojmë bisedime në tavolinë. Brenda Iranit, çfarë mund të ndodhi mbas arritjes së kësaj marrëveshje? Një prej qëllimeve kur nisën bombardimet e 28 shkurtit ishte edhe rrëzimi i regjimit të ajatollahëve atje. Kjo nuk ka ndodhur. Së brendshmi këto 3 muaj luftë dhe një marrëveshje në finale. Presioni karshi shoqërisë iraniane ka qenë shumë i madh. Aq më tepër ku në një situatë lufte si më thonë, krijon një farë lishmërie ky presion, jo atë dheu, jo po na pushtojnë Amerikanët e tjera me radhë, por që unë them që shoqëria iraniane gradualisht do ta gjejë rrugën drejt një klase politike më të civilizuar dhe më të arsyeshme në interesat e popullit iranian. Aktualisht është duke u zhvilluar takimi G7-s, liderëve më të fuqishëm të botës, edhe ajo se është arritur mes SHBA-s edhe Iranit, padyshim është kryefjalë, pam edhe gatishmërinë e liderëve europian për të kontribuar me misionet e tyre në Hormuz, por Donald Trump në një raport duket të tejkaluar edhe personal me presidentin e Francës Macron, me kancelarin gjerman Merz, me kryeministrin e Britanisë së Madhe në anën tjetër Starmer, duket se
kishte edhe ironin brënda, kur i tha që 2-3 anije europiane edhe mund të na duen, pra, jo më shumë. Trumpi në këtë aspekt ka shumë të drejtë bëj ironi dhe më shumë se ironia, sepse vendet e Europës Perëndimore, të paktën ato kryesore që kanë një farë kapaciteti ushtarak, se gjitha i kanë mundësit dhe kapacitetet ushtarake për të qenë prezent aq larg vendit të tyre me mjete ushtarake, ka shumë drejtë ta bëj, sepse ishte pa precedent që shtete antarë të NATO-s, Europa ka të njëjtat interesa në Iran dhe në si Amerika, njësoj si Amerika, pra është interesi përbashkët ekonomik, geopolitik, të arrijë deri atje që të mos lejoj që avionët luftarak të kalojnë në hapësirën ajrore. Ishte diçka e pa precedent që për mendimin tim tregoj dobësinë e këtyre shteteve, kuptohet, ato kanë dhe arsyet e veta të brendshme të ty, por jo në këtë masë me fjalë. Kështu që në këtë drejtim Trumpi ka shumë të drejtë të ironizoj. Patjetër, por duke më i relaksuar nga mënyra se si u takua me Macronin, si u takua me Starmer, kancelari gjerman i çoi edhe bluzën e kombëtares gjermane, meqense në Amerikë po zhvillohet botërori me numrin 47. Tash të gjitha këto Trumpi erdhi erdhi me tjetër atmosferë, hyri në atë mbledhje me fjalë. Paka shumë Trumpi erdhi pas një lufte shumë të vështirë. Kjo është një luftë 40 vjeçare, 40 vjeçare me fjalë, që ka Amerika me edhe i vetëm, Iranin. Mund ta themi i vetëm. Edhe i vetëm dhe me Izraelin. Po pra, pa përfshirë Izraelin, mund të themi i vetëm nga aleatët e tij. Edhe i vetëm, edhe tash i kuptohet ai flet ndryshe me fjalë. Loja bëhet ndryshe, edhe pas saj fitore me fjalë. Se kur thot avokat ngjela, thot aksionet janë rritur. Dhe deklarata nga Franca, nga takimi i G7-s, i presidentit amerikan, ishte që me Iranin është e mbyllur, pa që është arritur, radhën e ka Ukraina. Kjo është tema e ditës tashti. Ajo që duhet theksor është që ka ndryshuar. Në Europë ka një ndryshim të madh pozitiv. Për te retorikës edhe strategjisë shumë të fuqishme të komunikimit që realizon Rusia, sidomos në Europë, duhet të themi që Rusia është lodhur nga lufta me Ukrainën. Nga i luftë 2 javore e çoi në luftë 4 vjeçare. Në vitin e 5 kemi hyrë. Ka shpenzuar në aspektin ushtarak rreth $1 trilion dhe hiqet ato teritorin që mori në 2 javë e para nuk ka marrë shumë pak me fjalën në këtë vit. Kjo bën që me fjalë tashti Rusia të zbresi nga një shtet në aspektin geopolitik i nivelit parë me Kinën edhe me Amerikën dhe ka për të qenë një shtet i nivelit të dytë, e cila realisht është shumë e interesuar për i paqe. Ka rënë nga froni kryesor. Nga medalja argjend, mund të themi që është ka medalja e bronzë në mënyrë të figurshme. Kjo është kuptohet gjithnjëherë shumë edhe nga sa këtë leadershipi rus, edhe nga shoqëria ruse, se ishte një qorsokak që nuk i duhesh kjo Rusisë. Rusia problemin e ka në Siberi, në raportet me Kinën. Janë 4.800 km2 që nuk e ruan dot. Ka probleme shumë të thella demografike krejt në disproporcion të pa imagjinueshëm me Kinën. Dhe që miliona kinez ndodhen në atë hapësirë. Jo ndodhen, po hyjnë, zëjnë toka dhe i zhvillojnë vetë dhe shteti rus nuk ka çfarë të bëjë aty. Pra, problemi i Rusisë është Kina, nuk është as Ukraina. As në një vend tjetër i Baltikut. Aty Baltikut, qoftë edhe Europën. Janë absurdi. Edhe propaganda që bëjnë shtetet europiane është më tepër për të justifikuar shpenzimet ushtarake dhe investimet që do bëjnë në forcat e tyre të armatosura, sa një rrezik real. Biles unë du të shtoj edhe diçka tjetër. Patjetër.